Vëllezër motra, mirëmëngjes. Është shumë kënaqësi mi u pa gjithë secilin, e ma kënaqësi që na kemi mundësinë me u mbledh bashk edhe me shiju prezencën e Zotit, edhe me shiju bashkësinë me njëri tjetrin. Le të lexojmë tek Psalmi 95, vargu 1-5. Eja ti këndojmë me gëzim Zotit, ti dërgojmë britma gëzimi kalas së shpëtimit tonë. Le të shkojmë pranit të ti me lavde, ta kremtojmë me këngë, sepse Zoti është një perëndi i madh dhe një mbret i madh mbi të gjithë perëndit. Duart e tij janë thellësitë e tokës dhe të tijat janë majat e larta të maleve. I tij është deti sepse ai e ka bërë, dhe dheu i thatë që duart e tij kanë modelu. Ky psalm po na thret me i këndu Zotit me aq fuqi sa kemi. Dhe ti këndojmë Zotit sepse ai është i madh, ai ka kriju çdo gjë që na shohim, ka kriju detin, ka kriju tokën, ka bërë dheun e thatë, kështu që le të japim lavde sot atij, le të lutemi. Ati gjithëpushtetshëm, të jemi mirënjohës o Zot që ti na ke mbledh neve Zot, edhe të jemi mirënjohës Perëndi për gjithë secilin këtu o Zot. Faleminderit që ti inkurajon zemrat tona Zot, në bashkësi me njëri tjetrin o Perëndi. Lutem edhe lavdrojmë ty o Perëndi, sepse ti je i mirë o Zot, edhe kujtojmë mirësinë tënde Zot. Perëndi, hirin tani cili përtrihet, cilin ti e jep me bollëk o Perëndi. Mëshira jote cila përtrihet çdo mëngjes o Zot. Faleminderit o Atë, në emrin e Krishtit Jezus. Amen.
ka shumë muaj që kam filluar një seri mësimesh me bërë lidhur me besimin. Çfarë është besimi? Çka është me zon bes Zotin, edhe çka është të besosh. Janë këto 3 gjëra që i kemi pa në shkrimin e shenjtë. Në shqip kanë herë nuk i dallojnë fort, por kemi mësuar 4 mësime vetëm për këtë gjë. Pastaj kemi bërë një mësim për Noeun, 4 mësime për Abrahamin, edhe nga sot edhe 4 të dilet të tjera, kur do që kam radhën, do të kemi mësime për kësaj radhe për Mojsiun. Çka i lidh këto 3 figura? Se mes tyre ka përplot figura në Bibël, por Noeu, Abrahami edhe Mojsiu si ka një lloj lidhshmërie. Me Noeun, Zoti fillon një plan shpëtues për një familje. Me Noeun, Zoti e vazhdon një epokë të re, një botë të re. Me Abrahamin, Perëndia fillon me punu me një njeri dhe me një premtim që do të bëj një popull. Dhe me Mojsiun, tani Zoti punon që këtë popull me çlirue. Edhe e thirr për me çlirue këtë popull edhe me formue këtë popull. Me anë të urdhërimeve të veta, ligjeve të veta. Pra kemi shpëtim, kemi thirrje, shpëtim edhe formim popullit prap me këto figura që veç tash përmenda. Mirë, për sot, pasazhin nga Bibla e kemi nga libri që quhet Eksodi ose Dalja, kapitullin e 3. Ju që keni Biblat mund të hapni, aty do kemi më shumë sot punë, megjithëse në mësimin e kësaj të diele do të përfshihen 4 kapitujt e parë të Eksodit, por nuk do të lexojmë gjithë pjesë tjera, do jemi vetëm tek kapitulli 3, 14 vargjet e para. Mirë, përpara se ta lexojmë, kam disa vargje këtë pasazh nga Eksodi. Le të flasim pak shkurt kush ishte Mojsiu. Kush është Mojsiu? Mojsiu ka jetuar dikon 1400 ose 1500 vjet përpara Krishtit, ka jetuar në Egjipt dhe atje është lindur. Bibla thot se askush kur nuk ka folur me Perëndin ball për ball. Që shini sot ju aty të ulën ball për ball, kush asnjëherë nuk ka folur kaq shumë me Zotin sikurse Mojsiu. Perëndia ka folur me Mojsiun sikurse miku si flet me mikun e vet. Këtë e thot Bibla. A nuk na mahnit kjo se si flet Zoti? Unë kisha pas qef shumë, nësa s'ka fjalë me përshkrue, si Zoti ka fol Mojsiut. Unë për veten nuk kërkoj me fol Zoti ashtu, sepse nuk jam i denjë. Edhe nuk tham Zoti, jo. Folit të tjerëve. Mundesh me i fol Kalebit që është burr më i mirë se sa unë, po jo mua. Pra unë nuk jam shumë marak me thonë Zot, fol mua. Por unë më shumë kam dëshirë me ditë si Zoti ka folur Mojsiut. Edhe këtu na thuhet, i ka folur sikurse miku të vet kur i flet. Unë kisha me prit në jetën time si besimtar tani që Zoti më fol edhe si mik, edhe si mbret, edhe një që qërton, edhe një që na inkurajon, e ngushton. Mojsiu është autori 5 librave të para të Biblës. Mojsiu e ka udhëheq popullin e vet për 40 vjet në shkëtëtir. Mojsiu ishte princ i Egjiptit për 40 vjet me titull, me jetë, jeton të atje.
Mojsiu, Zoti dha Mojsiut kaq shumë fjalë, kaq 10 urdhresa dihet, por edhe shumë urdhrime e ligjit të tjera. Me Mojsiun, populli nisi me ditë qysh me adhuru Zotin, si me u lut, çka është e shenjtë, çka është e pashenjtë, çka është e mirë, çka është keq. Me Mojsiun pra është gjithçka ajo që ne lexojmë sot në Bibël që janë bazat e besimit dhe bazat me njoft Perëndin, këto 5 librat e para. Mojsiu është figurë shumë e madhe në historinë e Biblës, në historinë e Izraelit. Derisa vim këtu te ky kapitulli 3, duhet me ditë se çfarë ka ndodhur tjetër në histori derisa Zoti është duke thirrur Mojsiun. Sepse tema e sotme, mësimit të sotëm është thirrja e Mojsiut, thirrja që Zoti ban një njeriu të thyer, një njeriu të dëbuar, një njeriu të ikur, një njeriu që ishte poshtë. Zoti e thirri këtë person. E çka kishte ndodhur ndërkohë derisa Zoti e thirr këtë person? Ne dim se nga Abrahami, tek Isaku, edhe Jakobi, edhe deri tek Jozefi, ne dim këtë histori shumë mirë nga Zanafilla. Por pastaj me vdekjen e Jozefit, kapitulli 50 tek Zanafilla, ma nuk dim se çka ndodh me Izraelin. Në kohën e Jakobit, ishin diku rreth 70 ose 72 veta, 70 thuhet në shkrim që ishin fëmijët e Jakobit, të Izraelit, quajtur Izrael, të cilët për shkak të zisë së bukur shkojnë migrojnë në Egjipt. Dhe për 400 vjet ata bëhen me miliona, së paku 4 dhe më së shumti, së paku 2 dhe më së shumti 4 milion njerëz brenda 400 vitës nga 70 veta. Dhe Bibla na thot që ishin bë shumicë në mbretërinë e Egjiptit. Dhe kishin frikë, faraoni kishte frikë, mbikëqyrësit kishin frikë nga ky popull sepse thuaj se ata ishin të fortë dhe shumëzoheshin shumë, edhe punonin tepër. Dhe duke pa këtë gjë, atëherë nisi një frikë me ndodhjet e faraoni, edhe mbikëqyrësit e pallatit, edhe nesën për me bë hile ndaj këtij populli. Dhe çfarë ishin hilet? U thanë, le të punojnë më shumë, që mos me pas vakt me mendue tjetër gjë. Kur e panë se kjo nuk po jep rezultat, atëherë u thanë mamive, thanë, hej, kur të lindin gratë e Izraelit, nëse janë meshkuj, hidhni krokodilave në lumin Nil. Nëse janë vajza, le të jetojnë. Dhe mamit thuhet, patën frikë nga Zoti, edhe nuk e bën këtë punë. E pastaj autoriteti i faraonit dhe mbikëqyrësve tjerë i morën në pyetje mamit, pse ju s'bëni këtë punë që u kam urdhëruar? Ato me fjalë shqipo ju thanë, po këto nuk izraelitët, gratë hebreje nuk janë qyçajka, sikurse tona se sa ato desa na po mbrim të to, ata kanë bë djalin. Aha. Mirë, pastaj vjen urdhri që të vritet çdo fëmijë mashkull i lindur. Dhe në këtë gjendje fillon populli me ndje shtypjen, fillon me ndje sklavrinë, edhe fillon me i thirrë dhe me i bërtit Perëndis. Populli i Izraelit ne shohim se edhe pse ishte në sklavri, nuk e kishte harru Zotin. Ata e dinin. Mirë, Mojsiu vjen nga kjo lloj tragjedive, edhe dim se si është adoptuar nga motra e faraonit, edhe prandaj u rrit si një princ. Por kur ishte ende princ, Mojsiu shkoi dhe e vrau një egjiptian. Pastaj kjo diktua edhe ai iku e lëshoi Egjiptin dhe shkoi në Midian. Dhe ne vrem se Mojsiu nga një njeri që ishte shumë i rëndësishëm, princ i Egjiptit, pra që ishte, si më thënë, gjithkushi,
vjen edhe përfundon në një fazë kur ai ik nga Egjipti, nga njerëzit e vet, shkon tek një popull tjetër edhe bëhet bari, çoban për 40 vjet. Dhe tani shohim çfarë po ndodh. Kapitulli 3. Ndërkaq Mojsiu po kulloste kopejën e Jetros, pra është ky vjerri të tij dhe prift i Midianit. Ai e çoi kopejën Matan shkëtëtirës edhe arritën në malin e Perëndis në Horeb. Dhe engjulli i Zotit, shikoni me e të madhe është, engjulli i Zotit ju shfaq në një flak zjarri, në mes të një ferrishte, pra kaçub ne i thojmë këtu, kaçub, shkurr i thojnë në Shqipni. Mojsiu vështroi dhe ja ferrishtja, pra kaçubja, po digjej nga zjarri, por nuk përpihej. Atëherë Mojsiu tha, tani do të zhvendosem për të parë këtë shfaqje madhështore. Pse ferrishtja nuk digjet? Zoti vuri re që ai ishte zhvendosur për ta parë dhe Perëndia e thirrri nga mesi i ferrishtës. Edhe i tha, Mojsi, ai u përgjigj, ja ku jam. Perëndia tha, mos u afro këtu, hiq sandalet nga këmbët, sepse vendi në të cilën ndodhesh është vendi shenjtë. Pastaj i tha edhe këto fjalë. Unë jam Perëndia i atit tënd, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit. Dhe Mojsiu shehu fytyrën e tij, sepse kishte frikë të shikonte Perëndin. Pastaj Zoti tha, sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt dhe e kam dëgjuar britjen e tij për shkak të shtypsve të tij, sepse i njoh vuajtjet e tina. Kështu zbrita për ta çliruar nga dora e egjiptasëve dhe për ta çuar nga ky vend në një vend të mirë dhe të hapur, në një vend ku rrjedh shumë dhe mjalt dhe në vendin ku ndodhen Kananejt, Hitejt, Amorejt, Perizejt, Hivejt dhe Jebusejt. Dhe tani ja, britma e bijve të Izraelit ka arritur deri tek unë dhe kam parë gjithashtu se si egjiptasit i shtypin. Prandaj, eja dhe unë do të dërgoj te faraoni me qëllim që ta nxjerrësh popullin tim, bijtë e Izraelit, nga Egjipti. Por Mojsiu i tha Perëndis, kush jam unë? Kush jam unë që të shkoj tek faraoni edhe t'i nxjerr bijtë e Izraelit nga Egjipti? Perëndia tha, unë do të jem me ty dhe kjo do të jetë për ty shenja që të kam dërguar unë. Kur të kesh nxjerr popullin nga Egjipti, ju do t'i shërbeni Perëndis mbi këtë mal. Atëherë, Mojsiu i tha Perëndis, ja, kur të shkoj te bijtë e Izraelit dhe të them, Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju, po t'jetë se ata më thonë, cili është emri ti, që përgjigje duhet të jap? Perëndia i tha Mojsiut, unë jam ai që jam. Pastaj tha, do të thuash kështu bijve të Izraelit, unë jami më ka dërguar tek ju. Amen? A mund të përsëritni sot bashkë me mua emrin e Zotit? Mojsiu e ka pyet Perëndin, ka thonë, kush është emri yt? Dhe i qoft aferim këtij Mojsiu se e ka vetë Perëndin për emrin e vet. Sepse Zoti e thirri me emër Mojsiun.
Edhe Mojsiu është i zgjuar. E tha, mirë, ti më thirrë me emën, po me bo me më vetë ata që ti ki emrin kallëzëma. Edhe Perëndia tha, qysh jo? Emri jem është, si e pat emrin? Unë jam ai që jam. E themi këtë? Unë jam ai që jam, emri i Zotit. Edhe pastaj Mojsiu pyeti, vërtet i tha Mojsiut, thuju atyre, unë jami më ka dërguar. A mund të themi sot bashk? Unë jami më ka dërguar. Kush të ka dërguar ty sot në këtë vend? Unë jami. Unë jami. Jezusi e tha këtë. Po ashtu. Unë jam. Unë jam. Mirë. Çka po ndodh në këtë pasazh këtu? Janë edhe disa të tjera të kapitulli 4, do t'i përflasim, por nuk do t'i lexojmë ato. Tani, ashtu si që përmenda, Zoti po vjen me një plan shumë interesant tek një njeri vetëm. Jo tek krejt populli, por po vjen vetëm tek një njeri. Ndërkohë po shohim se Perëndia nuk e kishte harruar premtimin e vet për Izraelin, për popullin e tij, edhe nuk kishte harruar për me I kthye aty ku ai kishte premtuar tokën e premtuar në Kanan. Ama ishin bo 400 vjet. 400 vjet, ku me ditë sa breza është nëse I shumëzon me 3-4 breza për një shekull, shikoni sa bën. Për Perëndin është koha ndryshe, për neve është ndryshe. Zoti nuk e kishte harruar, shikoni çfarë I kishte premtuar Abrahamit, ai si kishte pa heq, as Jozefi, as ky, dhe kush po shet tani realizimin e planit? Një shërbëtor I padejnë I quajtur Mojsiu, një njeri. Zoti çka po shohim këtu në këtë thirrje është kjo. Perëndia nuk po vendos me thirr një njeri shumë të dijshëm, nuk po vendos me thirr një princ, as një mbret, as një profet, as një prift, as një dietar, skrib, por ai është duke thirr një person I cili ishte bari, çoban. Sa për ju që një kanë këtu çoban? Çoban, ai një kanë bari. 1, 2, 3, 4, që një ma shumë durët, mësë t'i ve marrë edhe unë një më kanë. Ej, ndaloni pak dhe mendoni pra, as ka mujtë Perëndia me thirr dikan tjetër për me shliru Izraelin? Pse Zoti nuk e thirri ende, nuk e thirri Mojsiun kur ai ishte princ, kishte pushtet, edhe thjesht me ndodh aty një farë komploti brenda oborrit, edhe me ushtrirua, bile, jo me ushtrirua, po me marrë krejt Egjiptin. Jo, shikoni mendjen e Zotit, shikoni mënyrën edhe shikoni që shpunon ai. A mund ta paramendoni Mojsiun, princ të Egjiptit, edhe më ju bind Perëndis? Jo. Ai lejoi situata të ndryshme Zoti duke përgatitur Mojsiun në mënyrë që ai kur nuk e ka ditë. As për veten time nuk e kam ditë që Zoti më ka përgatitur dhe ku marr vesh shumë vonë. Se kom ditë atëherë kur isha në përgatitje. Se kom ditë. Kjo ndodh edhe me juve. Mojsiun Zoti e lejoi, pra prej gjithë kushit që ishte me autoritet, e pushtet princ, me u zbraz prej krejt këtyre gjanave, prej krejt këtyre privilegjeve, edhe me rani një çoban në shkëtetira të Medianit, me I rujt 10 delet e vjerrit.
Po ty be boll poshtë ne më është mja këshur vjerrit 10. Po qikën du të me marë, po qika falas du të më marë, e tash të miru të 10 e vjerrit. Shikoni deri ku, po Zoti po e zbraz të shërbëtorin e vetë. Zbraz prej një hurive që kishte marrë në Egjipt, prej shkencave në thot Juda, letra Judës në thot se Mojsiu i kishte ditur tanë në shkencat e Egjiptit. E Perëndia për me përgatit shërbëtorin e vetë, lejon që mu zbraz plotësisht për asaj që ka ditë, për asaj fuqis, për asaj ati autoriteti, kush është ai, kush është ky, edhe me met veç një njeri që ishte një çoban. Ja po e përdor Perëndia. Ja po e thirraj një person të tillë që për momentin s'kishte kur gjë, vetëm një shkop në dorë kishte. S'kishte diçka tjetër në dorë. Asgjë nuk ishte tina, as delet, a jetonte me vjerrin, edhe nuk ishte kur gjë heq tjetër. Pra, kjo na bën me kuptue që me forcat tona ne nuk mujim me sjell as drejtsin, as shërbenjsin, as me përmbush plan e Perëndis. Pra, këtu po vrejmë që Zoti nisi përgatitjet shumë më herët, pa e ditur i thirruri, i ftuari. Dhe tash kur shohim gjithë këtë skenë këtu që pëndodhë në mes të shkëtëtirës, është e habitshme, e papërsëritshme në Bibël. Zoti shfaqet në formën e zjarrit. Aty ishte një kaçub, një ferrishte. E ky e pa se ka flak. Edhe nuk po degjej. Edhe shkon më u afru aty. Edhe zani doli, jo nga qielli, jo dikun mbrapa, zani doli nga mesi i zjarrit. Zoti e manifestoi vetën e vetë, zjarr i pashuar. Zjarr nga zjarri foli. Edhe këtë zjarr po ja jep Zoti Mojsiut. Me këtë zjarr ne jemi thirr. Ky është Perëndia e Abrahamit, Isakut, Jakobit, që ja përsërit Mojsiut. Prej zjarrit i foli Mojsiut. Te për veçantë. Pra ne do të shohim se cilat janë veprimet që Zoti i ban me Mojsiun. Shfaqen mend të zjarrit e para. E dyta, veprimi se si Zoti po e thirr Mojsiun është me za, po i thirr me za fizik. Që të gjohet Mojsi. E veprimin e tretë që Zoti po i kërkon nga prej Mojsiut është sa erdhi afër. Ta ndal, mos u afro më shumë. Hiqi patikat. Hiqi sandalet. Hiqi çka ke mbath. Pa ty ishte shkëtëtir që shmunështi me ecë. Zoti tha, kjo është vend i shenjtë. Qysh mërë vend i shenjtë, por shtu i ku mbrujt 10 që 40 vjetë kur boj shenjtë. Prania ime ku është çdo gjë shenjtrohet. Prania ime të shenjtron edhe ty, edhe këtë vend, edhe çdo gjë. Prania ime. Pra po e shohim që këto veprime që Zoti po i mëson Mojsiut është me dëgjuar zanin e para punë,
E dyta, Zoti nuk është i panjohshëm, shfaqet, duket. Dhe ne dimë që kjo përfundon duke ardhur me Krishtin, po pastaj Mojsiu dhe duke i thënë, duke i mësuar Mojsiu në mësimin e dytë, pas thirrjes, vjen menjëherë duhesh me mësue për shejtrin. Pra kjo është mësimi menjëherë i dytë. Thirrja eja këtu. 2, do të mësosh për shenjtrin. Kështu Mojsiu menjëherë kuptoi dhe hoqi sandalet dhe ju bën Perëndis. Veprimin e 4 apo 3. Perëndia flet për veten e vet se kush është. Edhe pastaj Perëndia flet edhe shpalos planin e vet. Edhe duke thonë se ty do të dërgoj. Në greqisht, nëse ishte shkruar kjo fjalë, është apostelos, të dërgoj. Ty po të dërgoj. Tani këto janë veprimet, reagimet, udhëzimet, çfarë Zoti po e shfaq veten e vet, planin e tij në gjitha këto. Tash do të shohim në anën e kundërt çka po ndodh me Mojsiun. Do të shohim se Mojsiu reagon në mënyra shumë të ndryshme. E para punë që ka reague, Mojsiu është frika. 2, utut. 3, nuk unë një jafë për këtë punë dhe unë një inferior. Kush? Unë më ime po qitë puna? Mëse ke gabua punën. Unë jo, thera tjetrin. Unë jo për veti. Ai tjetri është ma mirë. Unë jo. Pra është një me frikë, është një inferior, është një pra poshtë, është një i paaft, është ndje me mungesë identiteti kush jam unë. Unë nuk di të flas. Problem tjetër, unë jam i ngathët. I ngathët shqip kosovar që është, unë jam qyçan, unë nuk di as penin me shtin gjilpon. Unë dyqysh edhe kur ta rokis, nuk e kam këthy kështu mrapa, ka maja më nëhon me shti. Jemi nga të vla, dhe kur qona pak mes, dy qka bona, më thua marrë zona. Së më i dykujt një qaj mi a qua pa ja derdh. Jemi nga thët. I nga thët. A sa njerëz ndihen kështu? Frik, inferior, munges identiteti, kush jam, zdin me thonjë, zdin me fol, jam të ngath. Pastaj ai thot, unë çka me thonë? Sepse thot, tek problemi 7 që rendit Mojsiu, unë nuk nihna rahat kur dal para njerëzve, në kuvend, ku në skuqna, mu merret goja, zoni, s'di diçka ashtu në koqit. Unë s'jam për këto punë, ke gabue adresin, ke gabue njeriu në duhur. Pse mua? Çfarë mendoni ju për këto probleme që i ka thënë Mojsiu? A ishin reale? A ishin me vend? A ishin të shtirura? A dhe si kur dikon kërë lut, po vjen pak që tu më bo kapiten, jep mua, a ju visë asosh ka shpërthen për me marë që atë dërëll. Pra, Mojsiu nuk është duke bo loj. Mojsiu po i tregon Zotit qysh ndihet. Kujt ti i thua qysh ndihesh? Ka e gjendi? Nështë ta kërkon heq, nështë ta veç vetën tane, nështë ta një person të gabum, nështë ta nuk e di ku, po mund të ndohë ty dhe mua dhe kujdo tjetër që ne nuk shkojmë të Perëndia dhe me a thonë atina, unë e qështu pëndina, unë e jem qështu, që e ka bën me mua, unë s'jam këj njëri, mere tjetrin. Foli Perëndis. Ai kur ty të ka thirr, pse ti nuk i flet atina? Pse ti nuk e pyet? Ki lirin me pyet. Se qështu fillon biznesja. Dhe qështu fillon një biznes? Ty palë, 2 njerëz vinë
një kafe, edhe filloj me bë biznes njëri me tjetrin. Çka ki me shit ti, çka ki nevojë ti, un kam këtë, ti ke këta. Sa fiton ti, sa fiton ai, smarrok, maçet, çush mi çet para ta mashtron, a kam fytyr me taku me miksy borxhe, çush, është biznes. Pra, nuk ka një biznes shëndosh kur veç në Napal kallzon krejt çka bën. Pala tjetër kur gjë. Me Perëndin është kështu. Ai të ka thirr edhe ky është një biznes i tina, në fakt nuk është biznesi jon, por ti mund është i kërkosh Perëndis, ti thuash zemrën tënde me fol, tregoj problemin tënd. Ashtu siç ka ndodhur edhe me shqiptarët e tjerë të Perëndis, duke thënë po pse mua më thirrës, unë jam më i vogël i këtij fisti, unë jam më i parancishëm, unë jam i panjohshëm, edhe ky tjetër është më i bukur, ky është më i gata, ai ka më shumë parë, ky ka më shumë të njohshëm, ky ka më shumë miq amerikan, edhe unë s'jam kurkush, çysh më me bë këtë punë. Ja. Dhe tani do të shohim se si Perëndia do të menaxhoj, reagoj ndaj gjithë këtyre problemeve, shqetësimeve të identitetit, edhe të emocioneve, për çdo gjë. Sa Zoti fillon me menaxhuar në mënyrë konkrete secilin prej tyre. E para i thot, unë do të jem me ty. Unë do të jem me ty. Punën që Zotit na ka dhënë neve nuk na ka lënë veç në dorën tonë, edhe ai më thonë, "Ej, mirupafshim, unë kthehem pas 10 vitesh." Ai është me ty. Ti dhe unë s'kemi rezultat sepse ne po punojmë pa to. E mund të ndodhë që na nuk e llogarisim hiç ato. Prandaj na zgjedhim ku me hi e ku mos me hi. Te kush po, te kush jo, sepse se kemi llogarit atë. Perëndin, autorin, ai na thot, ai tha Mojsisit, unë jam me ty, unë jam me ty, jam me ty, unë jam me ty. A nuk është kjo mjaftueshme? Për ato 7 probleme që i pati Mojsiu, a nuk është kjo mjaftueshme? Unë jam me ty. Është një shok i mirë, një shoqe e mirë, vllai i mirë, motër i mirë, kur thot ty në secilën nevojë, probleme se çfarë do të qoftë, unë jam me ty. Sa e ke përjetuar bekim këtë fjalë, bashkëshort apo se kush do të qoftë, unë jam me ty. Unë jam qëndroni këtu, unë s'di çysh me të ndihmua, ama unë jam me ty. Unë s'di çka me të thonë, po unë jam me ty. Po ky Perëndia jon nuk është kështu, ai din çka me thonë dhe ai din si të ndihmoj dhe ai din kur të ndihmoj dhe ai din si me të nis ose me të filluar në gjërat që ai ka. A nuk është kjo mjaftueshme? A nuk na kujton që kjo fjalën e Jezusit kur u tha dishepujve vet, apostujve vet, shkoni në gjithë botën, bëni dishepuj, psoni, predikoni, pagzoni. Unë, çfarë tha? Unë, e keni harruar këtë varga? Unë do të jem me ju deri në mbarim të botës. Shikoni, janë disa raste këtu që po ndodh është tipike sigurisht edhe me Jezusin, me pas 1500 vitesh. Pra e para Zoti thot, unë jam me ty. 2. Në emër të kujt ti kemi shkuar? Jo në emër të kësaj organizate, jo në emër të kësaj kishe, në emër të qeverisë, në emër të partisë, në emër të kësaj, jo, në emrin tim. Në emër të kujt? Unë jam. Në emër të kujt? Emër të Jezu Krishtit. 3. Zoti i jep planin. I jep planin. Shikoni, ne shqiptarët pak, kur të na vinë miqt amerikan, ata tu zbrit për aeroporti, thonë, what is the plan? Edhe na pak mërzitmi se, çfarë plani me burë, po hajde rrime, këshirë me bëjmë diçka. Por shikoni, amerikanët nuk janë fajtorë, sepse ne kemi një Perëndi të planeve. Nuk kemi një besim kaotik, nuk kemi një kish kaotike, nuk kemi një Zot kaotik, nuk kemi engjëj kaotik. Pra është një Perëndi planeve dhe Zoti për me qetësue mendjen se si të ecte Mojsiu mas Perëndisë është ai tregoi planin.
Jo çdo herë Perëndia ka tregu plan. Nga njëherë dikujt i ka thonë një fjalë dhe u kry puna. E dini që Jezusi i tha Mateut, ai ishte një farë porezniku, një tagramles atje, që i merrte në dogan paran, dhe Jezusi i tha veç një fjalë të vetme. Më ndjek. Psst. S'ka fjalë tjetër. E Mojsiu ka pas këtë bekim dhe këtë privilegj me dëgjuar nga Perëndia kaq shumë plane. Planet i ka dhënë plane detajiste. Hej, ti po thu s'din me fola? Po t'ja ke pamrat vllaun tan Aaronin që ka gojën vesh në vesh. Ai ka me fol. Ai ka më bë goja e jote. Është njëna nga ato probleme se si Zoti i përgjigjet Mojsiut. Pra, Perëndia është duke i shpalos planet. Duke i thonë, mblidhi pleqt, edhe krejt unë do të shpjegoj se çka do të ndodhë. Unë kam ju nxjerr nga Egjipti. Ju keni me dalë prej këtujt me shkua andej. Keni me udhëtuar larg 3 ditë. Pse? Atje do të më adhuroni. Do ta godaset Egjiptin. Thot, merrni arin, thot, ju krejt që gjeni ar, argjend, sende, rroba, veshni, edhe lënë ekonominë e Egjiptit tangall. Kështu thot fjala. Do të jap shumë mrekulli, shenja që Mojsiu e pati këtu. Dhe thot, faraoni do t'ju kundërshtoj. Bile thot, unë vetë kam e forcua zemrën e tij na ku që ka ndodhur. Unë kam ju kundërshtua edhe unë kam e forcu zemrën e tina që mos më lëshua bashkollaj. Dhe pastaj u thot, do të siguroj për ty zëdhënësin. Mirë, le të përfundojmë. Ashtu si që përmenda, nëse ti nuk e kuptuar ende planet e Zotit për jetën tënde, planet e thirrjes që Zoti ty të ka bën, pyet Perëndin dhe ai do jap. Thirrja për ty, vëlla dhe motër, do të vi vetëm nga Perëndia, jo nga kujshia, jo nga diçka tjetër. Thirrja nga Zoti nuk është privilegj që ty të bën më të mirë, më të aftë, më të njohur, më çfarë të qoftë. Thirrja nuk është privilegj. Thirrja është përgjegjësi. Mojsiu kur pati pyetje, dilema e frikë, ai nuk ka ik. Nuk është se unë nuk iku, ai kallëzoi siç ndjet, por nuk iku, ai foli hapur me Zotin. Mojsiu i besoi Perëndis. Krejt planet që i ka thënë, i besoi, për ndryshe asnjë hap s'kishte me botutje. Edhe Mojsiu e la edhe sen në fundit, që ishte dele, edhe shpinë e vjerit, i la dhe ishte 2 senet e fundit, edhe unë me u realizu plani. Që kjo vedia e Mojsiut, po dhe jo në sot, që unë jem i paaft me kry një punë Zotit, ose pse mua, dine që nuk është penges, por është fillimi maj mirë, edhe fillimi maj drejt, edhe fillimi maj sigurt kushta që ndjetë qështu. Tëra jo që bëjmë, nëse shejtnia nuk është brenda saj, ai mbetet veç një aktivitet i mirë. Thirrja nuk varet nga zani, as pasunia, as fama jote, por varet nga zani i Zotit edhe prania edhe forca e Perëndis. Mojsiu thirr, jo për shkak të dhuntive, as aftësive, as gjeturive, as ndonjë gjë tjetër, por se Zoti e kishte thirrur për shkak zemrës së tina
edhe ai u nis me u realizue edhe me u pa e me u bë ky plan kur shohim çka ndodh edhe në 3 mësime tjera. Perëndia u bekoft me fjalën e tina e me zjarrin e vet. Amen.